Gazeta shqiptare boton dëshminë e një njeriu që ka qenë i pranishëm në lokalin Antegran ku vran me armë zjarri 4 persona. Dëshmitari okular rrëfen se në fillim autorët dhe viktimat kanë qenë duke pirë së bashku, pasi e njihnin njëri tjetrin, ndërsa debati ka nisur rreth orës 3. Dëshmitari rrëfen se 3 të dyshuarit se autor kanë qenë në një tavolinë, ndërsa në 2 tavolina të tjera qëndronin 3 viktimat dhe italiani bashkë me një person tjetër në një tavolinë më tej. Ai rrëfen se deri në orën 2 gjithçka dukej në rregull pasi Konstantin Xhuvani afrohej te tavolina e Edison Jahos dhe të tjerëve, madje qerasën njëri tjetrin edhe me pije. Gjithçka nisi në momentin kur një prej viktimave i kërkoi diçka Konstantin Xhuvanit dhe i tha se nuk kishte lek atë natë. Ky ka qenë momenti kur palët filluan të ngrinin zëra dhe të nxehnin gjakrat. Badigardi lokalit u kërkoi të dilnin jashtë dhe dëshmitari thotë se në këtë moment djali 19 vjeçar Demiraj ndërhyri duke thënë se shokët e tij kishin pirë pak dhe se po i nxirrte jashtë. Por nuk e dinte askush se gjatë kësaj kohe djali i deputetes Xhuvani kishte dalë jashtë dhe kishte marrë armën e tij. Teksa njerëzit u shpërndan dhe po bëheshin gati të iknin, ndodhi ajo që askush nuk e priste. Në derën e lokalit ishte Konstantin Xhuvani, i cili mori shenjestër mbi Edison Jahon dhe qelloi më shumë se 3 herë mbi të. Pastaj qelloi mbi Enea Xhain, të cilin e zuri plumbi në kokë poshtë veshit dhe pastaj plumbi zuri italianin në tavolinën tjetër. Dëshmitari shton se 19 vjeçari Demiraj u vra kot. Ai nuk kishte asnjë lidhje me sherin, por plumbi rikoshete zuri në zemër. Madje vet Konstantini e mori dhe deshi ta dërgonte në spital, por sapo e futi trupin në makinë erdhi policia dhe ai u largua. Jam shumë i sigurt, thot dëshmitari, se ishte Konstantin Xhuvani që qelloi mbi viktimat dhe asnjë tjetër nuk ka përdorur armë, pavarësisht se në lokal është gjetur edhe një pistolet tjetër.